Kush bën zina, amoralitet, rrezikon që t'i kthehet zinaja te familja e tij. Ka thënë Imam Shafiu rahimahullah, zinaja është borxh, që nëse e merr prej ndokujt, e kthen me nderin e familjes. Kush bën zina me një grua me para, në shtëpinë e tij do të bëhet zina pa para. Prandaj ka thënë Muhamedi alayhi salam, "Iffu ta'iffu nisaukum", bëhuni të ndershëm, që t'jenë të ndershme edhe gratë tuaja. Zinaja është vepër e shëmtuar. Ka thënë Allahu në Kur'an, "Wala taqrabu zina", dhe mos ju afroni amoralitetit, zinas, "Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila", sepse vërtet ajo është vepër e shëmtuar dhe është një rrugë shumë e keqe. Zinaja i ka 6 veti negative, 3 në dunja e 3 në ahiret. Në dunja ta nxin fytyrën, ta pakson riskun dhe të bën të neveritshëm tek njerëzit. Në ahiret janë hidhrimi i Zotit, vështirësia në dhënien e llogarisë dhe hyrja në xhehenem. Allahu na ruajt.